Unë e di që ky aksion do t'jetë si shumë gjëra ka nisur në Ferizaj edhe do të vazhdojnë. Ky aksion do t'jetë pastaj si një nxitje për aksione të tilla të ngjashme në krejt Kosovën, me që ne duhet në çdo mënyrë të dekolonizohemi. Nga 18 korrekt 2026 e përsëris ka filluar çlirimi i dytë i Ferizajit, apo çlirimi përfundimtar, duke hequr edhe mbetjen koloniale, mbetjet relikte të pushtuesit serb, siç është emri Oroshevat. Dhe këso mbetje të pushtuesit serb kemi në krejt Kosovën. Dhe ne nuk kemi absolutisht asnjë arsye që ato t'i mbojnë në emër të asgjës. Sidomos në të gjitha ato qytetet ku dominojnë shqiptarë dhe komunitetet tjera jo serbe dhe bile s'ka asnjë serb fare. Dhe kjo do të bëhet. Kjo ka fillu, u pollë në Ferizaj, edhe kjo më nuk nalët.